Këtë të mërkur në Tiranë është zhvilluar sesioni hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit, i cili pritet që të vijojë dhe në datat 7 dhe 8 maj. Në ceremoninë hapëse të mbajtur në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ku të pranishëm ishin qindra figura dhe personalitete të njohura të drejtësisë dhe botës akademike, u shpërndan dhe disa çmime në nderim të punës dhe kontributit të jashtëzakonshëm që kanë dhënë në fusha të ndryshme jetësore. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama u ndal te rasti profesorit nga Venezuela, Ricardo Hausmann, që sipas tij i përket një grupi ekonomistësh të shquar nga ata që e bën një vend të ndryshojë. Teksa fliste për intelektualin e mirënjohur, Rama ndau dhe pak nga historia e njohjes së tyre, që sipas kryeministrit ka ndodhur pikërisht në kohën kur ishte në opozitë dhe njihej si një piktor që donte të fitonte zgjedhjet. Kryeministri theksoi se Shqipëria ka parë shumë ekspert ndër vite, por sipas tij Hausmann është ndryshe, ndërsa i akordoi akademikut dhe titullin më të lartë, atë të Doctor Honoris Causa. There are many economists which play in the world after it changes. And then there are a very small number of economists who help countries change before the world notices. Të cilët e ndryshojnë përpara se bota t'i vëre. Profesori Ricardo Hausmann I takon kategorisë së dytë. Sonte ne nuk po festojmë për një intelektual të respektuar, drejtorin legjendar të qendrës për zhvillim dhe Growth Lab në Universitetin e Harvardit. Sot po nderojmë një personalitet që u ka mësuar kombeve që të zbuloj shumë. Dhe duhet të them diçka që në fillim. Marrëdhënia ime me Ricardon ka filluar si një dështim total. E kërkova pa sukses kur isha ende në opozitë. I shkrova ati dhe u përpoqja që të gjeja mënyra që ta gjeja dhe t'i thosha se Shqipëria ja vlente për kohën e tij dhe në këmbim të kësaj unë mora heshtje dhe akoma keq dhe ka dhe ekspert që të fajsojnë gjithmonë ty për dështimet e tyre. Ricardo është krejt ndryshe. Gjatë fjalës së tij, profesori Ricardo Hausmann i shprehur i vlerësuar për titullin e akorduar, ndërsa shtoi se në Shqipëri ka mësuar shumë gjëra dhe shprehu bindjen se gjithçka që shqiptarët kanë ndërruar për vendin e tyre do të bëhet realitet. Pasur mundësinë që të mendoj jo vetëm në nivel kombëtar, po dhe në nivel qyteti, në nivel rajonal, dhe në shumë fusha të cilat të kultivohen në këtë vend dhe mbetem me plot besim dhe gjithçka që keni ëndruar për vendin tuaj do të bëhet e vërtet, jam I sigurt. Ky aktivitet konsiderohet si sesion I hapës I Kongresit Botëror të Drejtësisë që do të mbahet në Shqipëri në vitin 2027, në të cilin planifikohet të marrin pjesë 5000 gjyqtarë dhe kryeështetesh dhe ku pritet të jepet dhe çmime që njihen ndryshe si Nobeli I drejtësisë.